kryeministrit. Në rast se bën koalicion me vetëvendosjen, ai bie atëherë që ta marrë dhe postin e kryeministrit. Si mendoni që do të jenë këto matematika në ndarje të pushteteve, të pozitave në fakt? Unë besoj që LDK do të pajtohet edhe në pozitën e një zëvendëskryeministri, edhe një presidenti të dakorduar nga ta. Shto këtu që kemi mundësin edhe një pozicion tjetër që është kryetari i kuvendit. Do thotë, zotëria Bigjiku nuk është në pozicion shumë të zgjedhur, për shkak që kemi pa që nuk për te i pritjeve që gjithë nga ne që jemi konfrontues të procesit zgjedhor, kemi prit që LDK do dalë më mirë në zgjedhje. Domethënë do të ketë më shumë vota, më shumë mandate, po që nuk ndodhe ashtu. Shto tash që kemi zërat brenda kundër zotit Abdixhiku. Çfarë nuk kupton që zoti Abdixhiku nuk mund të flasë më për ata deputet që i ka të zgjedhur se do të pajtohen me qëndrimin e tij në çfarë do marrëveshje që do të vijë. Zoti Hoti dje me një qëndrim publik i tregoi qartë që për çfarë do rrugë, çfarë do vendimarrje, duhet ketë një dialog të shtërëm brenda strukturave, një dakordim të plotë për mënyrën dhe drejtimin që do të ecim, për të pas mundësi që të ketë me veti këta. E jam shumë i bindur, pa i ditur emra të tjerë, që zoti Abdullah Hoti nuk është i vetëm në pjesë e grupit. Do thotë nuk është zoj i vetmuar brenda grupit të deputetëve të LDK-s. Po, ka pasur më pastaj dhe reagimet shumëta që në një farforme janë ndarë pro Hotit dhe pro Abdixhikut. Kështu që zoti Abdixhiku nuk mund të pretendojë se ka strukturën aq në kontroll sa të mund bëj shumë manevrime edhe kur është fjala për marrëveshje. Kjo nuk kupton që megjithëse LDK-ja është në një pozicion se qoftë me partitë opozitare, nëse ndërtohet në sesionin këtë rast qeveria, qoftë me pozitën e ka atë pozicion që mund të marrë postën në qeveri, do të jetë pozicionuar në qeveri, në cilën do variant. Po problemi është rruga afatgjate, domethënë a do t'i konvenoj LDK-s që të bëhet pjesë e një marrëveshje koalicioni për një afat shkurt, edhe pastaj të përballet me një rënje tjetër në zgjedhjet e ardhshme, apo do të mund të kapitalizoj për ta ndërtuar një qëndrim ndryshe të LDK-s edhe të arritë elektoratin e mbetet me pa. Është një risk që do të detyrohen ta marrin. Zotëria Shari, me që përmendëm edhe përçarjet brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, pse mendoni që të njëjtat janë shpërfaqur pikërisht tani? Pse